në minutat në vazhdim, kam kënaqësinë me ju informue dhe me ju argëtu me një storje që ka të bëjë me një personazh. Unë emrin këtë herë nuk dua t'ja zbuloj, por do ju siguroj që ka me ju pëlqy shumë intervista. Një vajzë e talentuar që muzikën e ka të trashëguar. Një zë i ëmbël dhe një këngëtare zellshme në punën që bën. Këto dhe shumë epitete me të drejtë meriton Roza Bytyqi, e cila ishte e ftuar në Zoom. Ftimi jem në muzikë është i çuditshëm, pak se, domethënë unë me muzikë kom lindë në muzikë, kom lindë me një familje të muzikantave, artistave, edhe në fillim do me thonë pëlqejke këngët e huja, anglisht, o këngët vjetra, edhe me kalimin e kohës, familja jam gjithmonë e ka kultivu këngën shqipe, edhe ma kanë mbjell, ashtu është pjesë e natyrës tem. Edhe, do me thonë, kom knu për një kohë gjatë, kam këndu në shoqërinë Agimi në Prizren, edhe këngët shqipe, do me thonë i bëj, nuk e di qysh me ta thonë ma ndrysh janë pjesë e jemja. Janë pjesë e jemja, unë nikosisht knoj edhe anglisht, knoj edhe turqishte, greqishte, krejt zhanëret, krejt gjut, po këto ndoshta i bëj pak ma me qef, se i kam të mijat. Ai më tutje thot se koha e mëhershme ishte e artë për ata që kanë kënduar sepse nuk ishte dhe aq konkurrencë, e madje bën një krahasim goxha interesant. Atëherë, kur kanë fillu gjagji e babi me këndu, ka qenë ma e letë se ka pas pak ma pak, do me thonë, konkurencë. Do me thonë, tash është një industri që e ndrojnë gjithë edhe është bo e letë, e bo një këngë që po thu vetë, bo është viral në TikTok edhe je artist, je këngëtar. Atëherë ka qenë pak ma e letë se ka pas, do me thonë, do shta kriteret ma të nalta kanë qenë. është dashti me këndu te për mirë, për me të njofte edhe me të dashtë publiku. Sot i kemi edhe na për parësit e tona, na i kemi rjetet sociale, që i ki në shpi, nuk i nevoj me shku me udhtu, ndoshta ka kanë udhtu për me bo një këngë. Prej e vogël në muzikë dhe nuk e pati problem të përshtatet edhe në zhanre të ndryshme, e madje duke sjell për qejf këngë me babajen. Shkolla largoi pak nga ky profesion, kurse prej gati 4 vitësh ka vendosur që të jetë intensivisht e angazhuar. Por a mendon ajo që karrierës së saj t'ia shtoi edhe disa dueta? Jeta malani me sarë se kohës të jetë mo, unë e digu jena tash, bo mani zot. Ndoshta që thot populli nuk ka qenë kismet, nuk është që nuk i du, nuk është që ndoshta nuk i komendu, edhe nuk është që jam jo për bashkëpunime në të ardhmen. Shpresoj që me ata artista që unë i çmoj, do me thonë veprat e tyne, besoj që pse mos me bashkëpunë. Pak më zune ngusht, nuk e di, ka shumë, s'po di kon me cek. Na kemi artista vërtet, kemi artista shumë edhe s'po di kon me thonë, do me thonë kisha bashkëpunu ndoshta me shumë. Nusja jote mban titullin kënga më e re që erdhi fiks që një javë, e Roza flet më shumë në lidhje me këtë dedikim kaq të ndjerë. Projekti ka shku që është mas mirë edhe mas leti, ndoshta pse është bo me zemër, me një dëshirë, do me thonë që buron kështu me sinceritet, ka shku shumë mirë, është u prit mirë, ndoshta edhe ka te kalu pak ato parashikimet e mia, po pëlqet edhe ma shumë se që ma ka marrë mendja mu. Jam shumë e kënaqur për momentin. Ideja ka qenë e imja, tash më ka ardhur prej zemrës me pregadit për Valin një surprizë, ka qenë surprizë për Valin edhe për gjithë musafirët. Aty nuk e ka ditë askush, do me thonë vetëm Saranda edhe Bledi është vllau, edhe do me thonë bashkëpunëtor, nuk ka pas veç një bashkëpunëtor Bledi e ka prej fillimit e ka orkestru, Bledi e ka producenti këngës, tekstin e kemi bo bashkë me Bledin. Lumë si
Vali që mori një dedikim të tillë nga Nusja. Ekskluzivisht për në Zoom, këngëtarja nga Prizreni tregon për raportin tashmë me bashkëshorten. Si u njohe ti me këtë muzikant moj motër? E dashur motër. Motra me tregu drejt, Valin, si e kom cek edhe me një intervjist pak ma herët, po për ty se du shumë për përsëris. Valin unë e kom njoft veç si personalitet, si një muzikant shumë i aftë, shumë i talentum, po si pamje, nuk e kom njoft, dhe kom dëgju shumë për Valin, po nuk kom ka rastis me pa. Edhe ato komunikimet e tona atë para kanë fillu, do me thonë, unë e njifsha që është, do me thonë, ky djalë super muzikant, edhe kena fillu me komuniku rreth karrierës, kolege kështu, kolege ashtu, kolega si, edhe mandej, do me thonë, ajo biseda e ngrenë bisedën, edhe kështu, do me thonë, jemi njoft në atë dy. Për ndryshe kemi një raport që, faleminderit Zotit, e kemi një raport shumë të shëndosh, shumë të mirë, jemi vazhdimisht komunikojmë me njëri tjetrin hallet tona, ose dëshirat, ose kërkesat. Është një profesion që nuk është shumë i lehtë për me pranu partnerin. Do me thonë, nëse une nuk isha qenë këngëtare dhe kisha pas partnerin këngëtare ose muzikant, është pak e vështirë se kemi një farë jete pak ma ndryq prej atyre që e bojnë një punë, për shembull prej orës 9 mëngjesi deri në ora 5, edhe mandej janë të lirë, kanë kohë mu marrë me familje, na jemi pak ma nuk di që me thonë, jo stabil, nuk e din ti sot a jam ku jam, nuk din. Kjo është pak e vështirë, edhe më ndihmon shumë se ai e din, do me thonë që shkojnë këto gjana edhe kam gjithmonë mbështetje. Kur jemi tek familja dhe shpalosja e privatësisë, ajo dhe Saranda Alia janë kunata, sigurisht nuk kursen fjalët më të mira për të. Sarandën e kam kunat, e kam kolege edhe e kam loqë. Saranda sa është e bukur me pa, sa këndon bukur, aq edhe është njeri i mirë për mrena, e kam mbështetje të madhe, Candën e përshëndes dhe falenderoj shumë, si Canda nuk ka. Unë e thiri Canda, ju publiku e një si Saranda, Sarandën e kam edhe mike e një ma herët, po tash asnjana prej neve dyave nuk kemi motra, ata ma ka thënë Zoti një motër. A do t'ket në bashkëpunim? Pa dyshim që do ketë. Kur nuk e di, kur na lirohen pak, po pa dyshim që do t'ketë. Roza është aktive dhe në dasme, këtë gjë e cilëson si ndjenjë të mirë kur dikush të zgjedh të jesh prezente në ditën e tyre më të lumtur. Me pak fjalë, nder, por dhe përgjegjësi. Me mua do muka, tu je një fjalë zemër aman, se s'ka dashni pishman. Të flasim pak për muzikën që Roza e ka për zemër, por depërtimi nuk që as pak i lehtë. Duhet përmendur që familjarët japën rrugën asaj që mos të ketë dhe atë shumë barjera. A ka pas raste kur artistët e mbështetën apo e ka befasuar dikush për të mirë në këtë raport? E dyta ekziston, do me thonë që më kam befasu njerëz që ndoshta komendu që është pak ma e ftoht ose ma i ftoht, po kanë qenë shumë të ngrohtë në aspekt me mu, do me thonë profesional. Sa i përket pyetjes parë që më the a je ndje inferiore ose a kom pas mbështetjen shiko, artistat janë njerëz të mirë në përgjithësi. Mirë po mbështetja, me thonë pak me lanë modestin anash, nuk mu ka dash se kom pas përkrahjen e familjes, cilët kanë ditë edhe me të mbështet, edhe me të kritiku, edhe me të këshillu. Do me thonë, nuk ka pas ndoshta hapësirë. Kish pas hapësirë që dikush tjetër me ndihmu mu, ndoshta e kisha marrë ndihmën e ty, nuk kam dyshim. Mirë po për fatin tem të mirë, e kam pas një rrugtim shumë më të lehtë, se ato rrugët e para i kanë hap ata para meje, babi, gjagji, ndoshta Saranda, babi Valit. Ajo për fund tregon se këto kohë duke shijuar projektin dedikues për partnerin, teksa premton se do t'jap maksimumin në sezonën verore, që pastaj të jetë prezente më shumë në ekran me paraqitje publike. Po, do t'ketë dhe projekte të reja që Roza mendon t'i realizoj edhe me videoklipe, e deri atëherë shumë suksese për të.